Cila skuadër do të ngrej trofeun prestigjioz siç është Kupa e Maqedonisë së Veriut në futboll, Shkëndia apo Sileksi? Skuadra tetovare dhe ajo e Kratovës për të 6-ën herë luajnë në finale të kupës derisa ekipi Kuqezi ka të fituara 2 finale të kupës në vitin 2016 dhe 2018. Nga ana tjetër Sileksi ka të fituara 3 finale. Ekipi i Shkëndis deri në finale arritën pasi eliminuan Jeni Malen, Tikveshin, Struga Trimlum dhe Shkëndijën e Haraqinës në gjysmëfinale me 2 fitore 3-2 dhe 2-0. Ndërsa ekipi nga Kratova kaloi Eurotip Online, bashkimin Detonit Plaçkovicën dhe në gjysmëfinale eliminoi Ohrin, pas barazimit 1-1 dhe fitores 1-0 në shtëpi. Për ekipin e Sileksit, kjo finale ka rëndësi edhe më të madhe, pasi me fitore siguron kualifikim në garat europiane. Dhe ajo që është më e rëndësishme, se shkupi sonte do të frymoj Kuqezi, ballistët kanë paralajmëruar një pjesëmarrje masive dhe të organizuar drejt shkupit, duke garantuar një atmosferë madhështore në përkrahje të kuqezinjeve. Drejtësia i është besuar Igor Stojqevskit dhe ndihmësit Vjolca Izeiri dhe Toshe Icev. Referi 4 është Benjamin Kerim. Ndeshja Shkëndia Sileksi fillon në orën 20.